mund të them është një katalog për 30 masave që ka shpreh Unioni Evropian dhe thirrët dhe ekskluziv bëhet fjalë për përgatitje 72 orëshe që ka të bëjë për mbijetesën pa ndihmen nga institucionet shtetërore ose nga jashtë. Do thotë hyn ndihmori para përgatitjes nga ushqimi i ftohtë, pastaj agregatët, çështje që kanë të bëjnë me ato që njeriu të nevojiten si gjana alimentare të përditshme. Dhe mendoj që në këtë aspekt ka qenë një sinjal mes asaj që quhet para përgatitje për fatkeqësi elementare, zjarre, pandemi, por edhe luftë hibride kuptohet dhe asaj kibernetike që mund të godas Rusia në Evropë. Në pyetjen e juaj, mendoj që ajo çka kemi sot diferenca bukur të mëdha në relacionet SBA-Evropë është një fakt që polet dhe mund të them diferencat dhe divergjencat amerikano-evropiane apo EU në këtë rast, apo edhe shtetet siç është nga se Anglia, Britania e Madhe, nuk është më pjesë e Unionit Evropian, kanë kaluar, mund të them, në faza konkrete të asaj që ka pretenduar dhe ka paralajmëruar Donald Trump. Sidomos Gjermania është goditur bukur shumë me tarifën për automjetet, do thotë 25% që më tash vetëm do të zbatohet. Mirë po kemi edhe një kërcënim real që Trump kërkon që po që se ta quajnë thojza nuk vedisohen evropianët, mund të merren edhe masa më radikale në tarifa doganore. Do thotë kjo luftë tregtare mes SBA-ve dhe Evropës mund të them që ka hyrë tani më në fazën e parafinalizimit dhe mund të jetë, mund të them, edhe jashtëzakonisht kërcënuese për ekonominë e këtyre vendeve. Veç e veç, por edhe Unionit në përgjithësi. Ajo çka lë përshtypje dhe mendoj që paraqet rrezikshmëri është çështja e sigurisë, nga se ballafaqohemi me një situatë jashtëzakonisht fragjile, sidomos mund të them ajo që ka deklaron Rüte, sekretari generali i NATO-s, i cili në një farë mënyre ka shprehur, mund të them, në Poloni, në Varshavë, në takimin me kryeministin Tusk, që po që se preket Polonia, atëherë Vladimir Vladimirovich Putini e shpreh, citat kështu, nuk e thot vetëm Vladimir Putin, po Vladimir Vladimirovich Putin do të goditet dhe do të jetë përgjegjja do të jetë e ashpër. Mendoj që në Evropë zonja Topiani kemi një situatë ku Suvakli, koridori që lidh enklavën Kaliningrad është pika më e nxehtë sot në Evropë. Dhe në këtë drejtim mendoj edhe pikë me vijë ajrore nga Bielorusia në Kaliningrad është 65 km, vijë toksore dikon 100 km. Dhe kjo vijë ndon vendet baltike me Poloninë, ose mund të them atë që njihet si forcat e infanterisë toksore të paktit NATO, do thotë është ai koridor i cili në rast të goditjes, sepse kemi edhe Kaja Kallas, që është vetë Estonisë, shprehet që mrena 4 deri në 7 vite mund të kemë goditje të vendeve baltike. Mendoj goditje, sulme keni fjalën, mund sulmohen vendet baltike brenda 3-4 viteve? 4 deri në 7 vite. 4 deri në 7 vite ndjes, po. Po, 4 deri në 7 vite mund të ketë goditje të Rusisë, sidomos të Estonisë, ku vetë Kallas vjen, edhe ka qenë kryeministri atij vendi. Sot do të heq politikën e jashtme të Unionit Evropian. Por mendoj që në këtë drejtim duhet të shtruar edhe një deklaratë Sven Witkov, të dërguarit për lindje të afërt, që një herët është, mund të them,
ai ndërmjetësuesi ose i dërguari më i fuqishëm i Donald Trumpit në bisedimet ruso-amerikane, që për një medium ka shpreh një citat jashtëzakonisht interesant. Ai thekson që Putini nuk ka pretendime të aneksojë gjithë Evropën. Kjo fjali, nuk ka pretendime të aneksojë gjithë Evropën, le për të dyshuar shumë. Mund ta sulmoj ose ta merr një pjesë të Evropës, po jo gjithë Evropën. E kuptoj. Dhe në këtë drejtim mendoj që kemi hyrë në një spirale ku po qëse nuk kemi një marrëveshje paqësore në Ukrainë, mendoj që Evropa gjendet para një rreziku ku mund të eskaloj me sulme. Mos harrojmë që Transnistria, pjesa e Moldavisë që është e shkëputur, ku kem trupa të ashtuar paqërruese ruse, e cila lidhet me regionin e Odesës, pjesës së Ukrainës, mund të jetë për çdo moment. Bile Corriere della Sera ka dhënë një hartë interesante, po që se nuk arrihet tash arpushimi, mund të ketë pretendime që të mirret Harkivi, pjesa sumit lart, pjesës veriore, dhe deri te Odesa, porti i vetëm. Nga se sot kemi një arpushim, mund të them që vlen vetëm për detin e Zi. Edhe pse përmendet